Horoskopi ditor, e enjte, 23 tetor 2025. Dashi. Dita e re sjell një val energjie në rrugën tuaj. Hëna në luan përputhet me Jupiterin, duke zgjeruar rrethin tuaj shoqëror dhe duke sjell mundësi për bashkëpunim. Është një ditë ideale për të krijuar rrjete, pasi karizma juaj natyrore tërheq të tjerët. Megjithatë, keni kujdes nga angazhimet e tepërta pasi dielli kundërshton Uranin, duke krijuar tension midis përgjegjësive personale dhe dëshirës suaj për liri. Ekuilibri është çelësi. Kushtojini kohë përpjekjeve personale duke qëndruar të hapur ndaj ftesave spontane. Në dashuri, Venusi inkurajon dialogje kuptimplote që thellojnë lidhjet. Profesionalisht, merrni në konsiderat eksplorimin e projekteve të reja që nxisin pasionin tuaj, veçanërisht ato që kërkojnë punë në grup. Financiarisht, shmangni shpenzimet impulsive, pasi përputhja sugjeron shpenzime të mundshme të papritura. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj të bollshme në ushtrime. Besojini instinkteve tuaja sot dhe mos harroni se natyra juaj proaktive çon në rezultate shpërblyese. Përqendrohuni në përparim të qëndrueshëm sesa në ndryshim të menjëhershëm. Demi. Energjitë kozmike më 23 tetor 2025 inkurajojnë vetëreflektimin. Pozicioni i hënës në një shenjë tjetër toke amplifikon nevojën tuaj për stabilitet. Është një ditë për të vlerësuar qëllimet dhe dëshirat tuaja, duke u përqendruar në aspektet praktike të jetës. Ndikimi i Mërkurit rrit aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një kohë të përsosur për të adresuar çështjet e pazgjidhura me të dashurit ose kolegët. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e buxhetit tuaj, pasi mund të lindin shpenzime të papritura. Në karrierën tuaj, prioritizoni detyrat që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Natyra juaj e kujdesshme do të sjellë shpërblime. Marrëdhëniet romantike përfitojnë nga momentet e qeta dhe intime. Nëse jeni beqar, mund të gjeni lidhje kuptimplote në rrethin tuaj të miqve. Sa i përket shëndetit, angazhohuni në aktivitete që ju bëjnë të ndiheni të qëndrueshëm, të tilla si kopshtaria ose yoga. Dita ju fton të shijoni kënaqësi të thjeshta, duke balancuar punën me relaksimin. Duke qëndruar besnik ndaj vlerave tuaja dhe duke ndërmarrë hapa të matur, ju e kaloni këtë ditë me hir dhe efikasitet, duke ndërtuar një themel të sigurt për të ardhmen. Binjakët. Dita e re premton eksitim dhe stimulim intelektual. Hëna në një shenjë ajri ushen kuriozitetin dhe energjinë tuaj sociale, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të angazhuar biseda dhe për të eksploruar ide të reja. Ndërkohë, Merkuri, planeti juaj sundues, rrit aftësitë tuaja analitike, duke mbështetur zgjidhjen e problemeve në punë ose në çështjet personale. Mund të ndiheni të tërhequr nga kryerja e shumë detyrave njëkohësisht, por të qëndroni të përqendruar në një detyrë në të njëjtën kohë do të jap rezultate më të mira. Në marrëdhënie, Venusi inkurajon mendjehapurinë dhe komunikimin e ndershëm, duke ju ndihmuar të lidheni thellë me të tjerët. Financiarisht, është një ditë e favorshme për strategji krijuese investimi. Merrni në konsiderat kërkimin e këshillave nga miq të besuar. Nga ana shëndetësore, teknikat e relaksimit mendor si meditimi mund të ndihmojnë në balancimin e mendjes suaj aktive. Përqafoni mundësitë për të mësuar, qoftë përmes librave, kurseve online ose bisedave me njerëz të ndryshëm. Qëndroni të adaptueshëm dhe kurioz, pasi kjo qasje çon në zbulime të përmbushura dhe kontribuon në rritjen personale. Gaforria. Konfigurimi qiellor më 23 tetor 2025 nxjerr në pa vetë dijen tuaj emocionale. Prania e hënës thekson aftësitë tuaja intuitive, duke ju nxitur të besoni në mençurinë e brendshme. Sot ofron një mundësi për shërimin dhe kujdesin si për veten ashtu edhe për marrëdhëniet e ngushta. Në çështjet profesionale, qasja juaj empatike nxit punën në grup dhe bashkëpunimin. Megjithatë, jini të kujdesshëm me vendimet financiare, pasi ndikimi i Neptunit mund të turbullojë gjykimin. Kërkoni qartësi para se të angazhoheni. Dashuria lulëzon në mjedise të sigurta dhe harmonike. Vlerësoni momentet intime me të dashurit, ose nëse jeni beqar, praktikoni dashurinë për veten. Nga ana shëndetësore, përparësia e mirëqenies emocionale përmes aktiviteteve si shkrimi i ditarit ose terapia rezulton e dobishme. Shtëpia është streha juaj. Merrni në konsiderat të kushtoni kohë organizimit dhe përmirësimit të hapësirës suaj të jetesës. Kozmosi mbështet përpjekjet që rafinojnë ndjenjen tuaj të sigurisë dhe përkatësisë. Duke përqafuar introspeksionin dhe bazat e kujdesit, ju vendosni themelet për kënaqësi të qëndrueshme dhe qëndrueshmëri emocionale. Luani.
Agimi i ri është plot energji me potencial krijues dhe ndërveprime shoqërore. Hëna ndriçon sektorin tuaj krijues, duke frymëzuar ndjekje artistike dhe ide inovative në punë. Merrni pjesë aktive në projekte bashkëpunuese, ndërsa leadershipi juaj shkëlqen, duke tërhequr admirim dhe reagime pozitive. Ndërkohë, Venusi rrit karizmën dhe magnetizmin tuaj në marrëdhëniet personale, duke ofruar mundësi për romancë ose thellim të lidhjeve ekzistuese. Financiarisht jeni të hapur ndaj rrugëve të reja, por ruani një perspektivë strategjike. Rishikoni ato investime afatgjata. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj të bollshme në aktivitete fizike ose hobi që sjellin gëzim. Ngjarjet ose mbledhjet shoqërore ofrojnë një skenë ideale për të shprehur veten dhe për të ndarë njohuri. Ndërsa përqafoni spontanitetin, mos harroni të balanconi entuziazmin me praktikën. Shmangja e premtimeve të tepërta është çelësi sot. Kozmosi inkurajon nxitjen e lidhjeve që mbështesin ambicjet tuaja, duke përforcuar besimin dhe duke forcuar komunitetin përreth jush. Lëreni pasionin dhe optimizmin tuaj t'ju udhëheqin drejt përmbushjes së ndërveprimeve dhe arritjeve. Virgjëresha. Vëmendja ndaj detajeve bëhet superfuqia juaj. Hëna nxjerr në pa aftësitë tuaja analitike, duke e bërë atë një ditë ideale për organizimin e detyrave dhe rafinimin e sistemeve, qoftë në shtëpi apo në punë. Ndikimi i Mërkurit rrit komunikimin, duke ju lejuar të artikuloni idetë me qartësi dhe saktësi. Profesionalisht, përdorni këtë fokus të mpret për të trajtuar projekte komplekse ose për të adresuar çështjet e pazgjidhura. Venusi inkurajon bashkëpunimin me kolegët, duke nxitur mjedise pune harmonike. Financiarisht, vendimet e kujdesshme ja vlejnë. Merrni në konsiderat rishikimin e buxhetit dhe planeve tuaja të investimeve. Në dashuri, bisedat kuptimplote thellojnë lidhjet, qoftë me një partner apo miq. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi kontrolleve rutinë dhe përqafoni aktivitete që nxisin mirëqenie mendore, si vëmendja ose shëtitjet e qeta. Ndërsa përpiqeni për përsosmëri, lejoni fleksibilitet për ndryshime të papritura. Dita mbështet arritjet praktike dhe planifikimin strategjik, duke ju ndihmuar në ndërtimin e themeleve të sigurta për aspiratat e ardhshme. Besojini gjykimit tuaj dhe përqafoni energjitë produktive për të kultivuar suksesin. Peshorja. Kozmosi më 23 tetor 2025, thekson harmoninë dhe ekuilibrin. Ndërsa Venusi ndikon në shenjën tuaj, do të gjeni bukurin në lidhje dhe përvoja. Sot fton bashkëpunimin dhe diplomacinë, veçanërisht në sferat profesionale ku bashkëpunimi nxit progresin. Hëna inkurajon kreativitetin, duke frymëzuar qasje të reja ndaj detyrave rutinë. Ndjenja juaj e mprehtë e drejtësisë ndihmon në zgjidhjen e konflikteve, duke e bërë atë një ditë të favorshme për negociata. Financiarisht, peshoni me kujdes opsionet për të përafruar me qëllimet afatgjata. Në marrëdhënie shprehni dashuri dhe vlerësim. Gjestet e mirësisë forcojnë lidhjet, duke ftuar mirëkuptimin e ndërsjellë. Nga ana shëndetësore, prioritizimi i ekuilibrit mendor dhe emocional përmes meditimit ose praktikave të relaksimit rrit mirëqenien. Ndërsa angazhimet shoqërore mahnisin interesin tuaj, sigurohuni që kufit personal të respektohen për të shmangur mbi stimulimin. Energjitë e ditës favorizojnë nxitjen e lidhjeve që ushqejnë vlerat tuaja. Duke ruajtur ekuilibrin midis kërkesave të jashtme dhe dëshirave personale, ju krijoni një mjedis të pjekur për rritje dhe përmbushje. Akrepi. Dita e re ju fton për një transformim të thellë. Dielli fuqizon rritjen tuaj personale ndërsa përputhet me intensitetin tuaj të lindur, duke ndezur pasionin dhe qëllimin. Sot fton introspeksionin, një moment i përsosur për të eksploruar motivimet dhe aspiratat e brendshme. Mërkuri ndihmon komunikimin, duke i bërë diskutimet e thella ndriçuese, qoftë me të dashurit apo në mënyrë introspektive. Profesionalisht, përqafoni sfidat që testojnë qëndrueshmërinë tuaj. Mendja juaj strategjike mbizotëron. Financiarisht, besoni intuitës suaj në vendimarrje, por qëndroni të kujdesshëm ndaj shpenzimeve emocionale. Venusi rrit lidhjet personale, duke ftuar thellësi dhe mirëkuptim në marrëdhënie. Nëse jeni beqar, jeni të hapur ndaj takimeve të reja. Paparashikueshmëria e jetës mund t'ju habis. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë në aktivitete që nxisin forcën mendore, të tilla si meditimi ose stërvitja e forcës. Dita inkurajon heqjen dorë nga modelet e vjetra, duke përqafuar ndryshimin si një katalizator për rritje. Përqafoni transformimin me guxim dhe depërtim, duke besuar në aftësinë tuaj për të lundruar në misteret e jetës me hir dhe mençuri. Shigjetari.
Agimi i ri është plot eksplorim dhe aventurë. Hëna inkurajon dëshirën për të udhëtuar, duke ju ftuar të kërkoni përvoja që zgjerojnë horizontet tuaja. Qoftë duke planifikuar një udhëtim apo duke u zhytur në studime të reja, etja juaj për njohur i lulezon. Në mjediset profesionale zgjeroni rjetin tuaj. Mërkuri mbështet shkëmbimet e thella, duke forcuar bashkëpunimet dhe idetë inovative. Financiarisht, yjet favorizojnë investime që përputhen me vlerat tuaja. Ushtroni aftësi dalluese në vlerësimin e mundësive. Venusi nxit romancën dhe shoqërinë, duke forcuar marrëdhëniet personale. Shprehja e mirënjohjes thellon lidhjet, ndërsa beqarët mund të hasin perspektiva interesante përmes udhëtimeve ose interesave të përbashkëta. Sa i përket shëndetit, ruani energjinë fizike përmes aktiviteteve dinamike si ecja në natyrë ose sportet. Energjitë e sotme mbështesin vetëzbulimin dhe ndjekjen e ëndrave. Balanconi spontaniteti me praktikën, duke krijuar një mjedis ku kurioziteti çon në rritje dhe përmbushje personale. Besoni në shpirtin tuaj aventuresk për të zbuluar mundësi dhe për të lundruar në rrugën drejt një udhëtimi jetësor kuptimplot dhe pasurues. Britsjapi. Dita e re nxit një fokus në sigurinë dhe menaxhimin e burimeve. Ndërsa hëna thekson zellin, qasuni detyrave me një mendësi metodike. Përpjekjet profesionale japin fryte nga planifikimi strategjik. Merrni në konsiderat objektivat afatgjata dhe ndërmerrni hapa praktik drejt arritjes së tyre. Mërkuri përmirëson komunikimin, duke ju lejuar të paraqisni ide në mënyrë bindëse. Kërkoni bashkëpunime që përputhen me ambicjet tuaja. Financiarisht, rishikoni buxhetet ose planet e investimeve, duke u siguruar që ato janë të qëndrueshme për qëllimet e ardhshme. Në marrëdhëniet personale, Venusi inkurajon ndërtimin e besimit përmes bisedave të sinqerta dhe ambicieve të përbashkëta. Kushtojini kohë kultivimit të lidhjeve që mbështesin përpjekjet tuaja. Sa i përket shëndetit, angazhohuni në aktivitete që promovojnë mirëqenien e përgjithshme, si ushqyerja e shëndetshme ose ushtrimet rutinore. Energjitë e ditës favorizojnë këmbënguljen dhe disiplinën, duke ndihmuar në krijimin e një baze të fortë për suksesin e ardhshëm. Mbani fokusin në prioritete duke mbetur të hapur ndaj mundësive që mund të lindin papritur. Angazhimi dhe përkushtimi juaj sot përgatit terrenin për arritje të qëndrueshme dhe rritje personale. Ujori. Këtë ditë fryma juaj inovative shkëlqen. Hëna stimulon kuriozitetin tuaj, duke e bërë atë një ditë ideale për të shkëmbyer ide dhe për të eksploruar ide të pazakonta. Mërkuri ndihmon në komunikimin e vizioneve, duke nxitur diskutime dhe bashkëpunime tërheqëse në punë ose projekte komunitare. Profesionalisht, përqafoni mundësitë që përputhen me vlerat tuaja humanitare, pasi këto shtigje çojnë në përmbushje personale. Financiarisht, ushtroni kreativitetin në zgjidhjen e problemeve, por qëndroni realist, kërkoni këshilla nëse jeni të pasigurt. Venusi përmirëson ndërveprimet shoqërore, duke promovuar marrëdhënie miqësore dhe lidhje të mundshme romantike. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi stimulimit mendor, ndiqni interesa që sfidojnë intelektin tuaj, si enigmat ose debatet. Ndërsa dita fton eksplorimin, balanconi entuziazmin me praktikën për të siguruar që idetë janë të realizueshme. Përqafoni perspektivën tuaj unike për të frymëzuar të tjerët dhe për të kontribuar pozitivisht në mjedisin tuaj. Besoni në aftësinë tuaj për të përshtatur dhe për të inovuar. Universi ju mbështet në krijimin e një rrugë që pasqyron aspiratat dhe potencialin tuaj të vërtet. Peshqit. Dita e re nxjerr në pandjeshmërinë dhe intuitën. Hëna rrit natyrën tuaj të dhemshur, duke inkurajuar akte mirësie dhe mbështetje për ata përreth jush. Në sferat profesionale, kjo empati nxit dinamika të forta ekipore. Njohuritë tuaja ofrojnë udhëzime të vlefshme në mjediset e grupit. Merkuri ndihmon qartësinë në komunikim, duke ju lejuar të shprehni idetë në mënyrë efektive. Financiarisht tregoni kujdes. Udhëzimi intuitiv ndihmon në marrjen e vendimeve në lidhje me burimet. Venusi nxit dashurinë dhe kreativitetin në marrëdhëniet personale, duke inkurajuar shkëmbime të përzemërta. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi mirëqenies emocionale përmes aktiviteteve si meditimi ose përpjekjeve artistike që ofrojnë paqe dhe përmbushje. Ndërsa tërhiqeni për të mbështetur të tjerët, mbani kufit për të mbrojtur energjinë tuaj. Balanconi bujarinë me kujdesin për veten. Reflektoni mbi ëndrat personale dhe përdorni intuitën për të udhëhequr hapat e mëtejshëm. Përqafoni energjitë e ditës për reflektim të brendshëm dhe për të ushqyer lidhje kuptimplote. Besojini vizioneve tuaja, duke i lënë ato t'ju drejtojnë drejt një ndjenje të pasuruar të vetes dhe një përputhje më të ngushtë me aspirata.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.